طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vllazit të nderuar, jemi tek historia e krishterizmit. Në dersën e kaluar kemi folur për Palin, vetë se jeni në ngjarje që Pali ka qenë një prej qifutëve, një prej jahudive që e ka pranu krishterizmin, ka thonë që kum pas vegime, apo më ka ardhur një lloj zoni prej qiellit, edhe për me pranu do të thotë fen krishtere, sepse ai ka luftu, edhe mandej në bazë të vegimeve çka kinsa është vetdisu ky Pali, Saul i kanë thonë, pastaj e kanë ndryshuar emrin për shkak të çështjes fetare, edhe çfarë ky e ka marrë bajrakin e krishterizmit pastaj. Edhe pse Pali realisht e ka deviju fen krishtere, apo fen e Isaut alayhis salam. Ka fut shumë idhujtarizma, sa që mbreti Konstantin e ka marrë, do më thonë, në mbrojtje me një aspekt, edhe besimin e tij e ka bë publike zyrtare. Kushdo që se ka marrë besimin e Palit, është, do thot, internuar, është ekzekutuar, apo ku e di unë, presione të ndryshme nga mbreti. Se normalisht kur njeriu ka pushtet, është më lehtë pastaj edhe përhapje, apo në mënyrë qoftë të dhunshme. Njëjtën gjë ka bërë, do thot, mbreti Konstantin, kinse e ka pranuar krishterizmin, po janë bashku idhujtarizma, se kanë qenë idhujtarë romakët. Kanë besuar në shumë zotra, apo. E që ka po Pali, për me gjetë një lloj baraspeshe kështu, ka marrë prej idhujtarizmave, se sot asaj dite na e dim krishterizmi që ka idhuj, apo? I bëjnë idhuj, statujat i bëjnë. Është fe politeiste me një aspekt. Përkundër asaj, mos bini prej e disa njerëzve që dalin nëpër media dhe që thonë që feja krishtere është fe monoteiste. Nuk është monoteiste. Feja monoteiste, mono është një. Poli është shumë. Ata kanë shumë zotna. Ata përveç Zotit që i besojnë edhe Jezusit si Zot. Ata si me i thonë kësaj fe monoteiste. Kjo është politeiste. Shumë zotra. E që ka bo Pali? Pali i ka përhap qëto idhujtarizma që i ka pas. I ka shtim fen krishtere, e ka deviju këtë fen krishtere, edhe pastaj mbreti e ka marrë si fe këto, e ka përhap, mjësh zyrtare, sot e asaj dite që kjo fe e Palit është prezente. Edhe ka vazhdu, do të vazhdoj, deri në ardhin e Isaut alayhis salam, zbritjes së Isaut alayhis salam. Ky çka boni, në dersën e kaluar tham, që njerë pritën disa apostoj. Apostojt vllaznion sikur sahabët e pejgamberit alayhis salam. Quhen apostojt në fen krishtere. Edhe i pritën, e ponë, ky po vjen një njeri madh, ku e di unë, apo si apostoj po vjen. Edhe mirë, po kur e ponë devimet e Palit, çata apostojt u qunë edhe i kundërshtuan Palin. Mirë, po ky kishte marrë veç mas te mo përhapja mo. Njerëzit e kanë marrë, si të mirë qenë më çështjen e tij. U kry puna e tij. Për me e përhap hala më shumë ato devimet e tij, Pali thoshte që, apo pretendonte që po kishte shpallje dhe bënte mrekulli. Kishte shpallje dhe bënte mrekulli. Pyu kallëzej një rast vllazni, ka pas raste me sufit ton, që i atribuon Islamit. Ka shku një person më herët me një fshat të caktuar, e ka bo një narrativ në popull që ka me dal një person, që i ka këto karakteristika. Do t'i ndodhin këto mrekullina. Edhe populli tash më pritja të ati personi. Edhe po vjen ky Sufia, që ky koka. Edhe kanë bo njëri të mërim filonin. Më për me deviju njerëzit masën e gjonët muslimanve. E njëjta gjosht edhe me Palin. Mi u thonë që une po pranoj shpallje. Përdesa kom shpallje, atëre ju, do të mu me mbesu. Thot, Pali nuk nguronte të pohonte se si flet Zoti me të. Dhe më thonë, ky ka pretendu që po fol me Zotin. Thot, dhe ati vinte shpallja, bile Zoti e garantoj që as kush s'mundet me dëmtu. S'mundet me dëmtu, për në Romë pse mytën atëre Palin? Pse se mbrojti Zoti atëre, me një aspekt, me se ka qenë mbrojtën. Pastaj thot nuk do të mund ta dëmtonte, e të vinte dorë mbi të sepse Zoti ishte me të, ndaj atij mbete vetëm të fliste e të shpërndante, domethënë kinse fjalët e Zotit në masën e gjerë të popullit aty.
Këto fjalime, rrëfime, urdhresa, ndalesa, të gjithë na ndodhin përmes vegimit. Vegimi është vllazëni, çfarë do të thonë vegim? Vegim të vinë disa zonë, disa zëra, apo të vinë disa halucinacione, në gjuhën psikologjike thuan, që i sheh, apo? Edhe kishe po të folin ata, realisht gjend folin ty. Edhe ti mendon se ai është prej Allahut subhanahu wa taala. Çish kemi thonë më herët, ju kanë ardhur sufive sa ata knoqen me këto sene. Ju kanë ardhur sufive, një zonë i ka ardhur sufive pinaltit, tu i piskat zoni, ja ka paraqit si arshi Allahut në qiell, arshi Allahut në qiell kishe. Edhe tash pi vjen një zonë, edhe pi thot për ty o robi Allahut. Thot krejt Allah halal ti ka bo. Edhe i shojmë në sufi që pinë alkohol, që bëjnë zina, që gjitha i bëjnë, thot sepse unë e ku marrit atë gradën e naltë. Përdesa ku marrit unë atë gradën e naltë, unë e krejt halal i kam. Apo krejt halal i kam. Ju kallëzova në dersin e kaluar në Ratkoc, e kom lexuar një libër për sufizmin, ka pas raste vllazni ka mojt hudbe një sufi në gjendje të zhveshur. Hudbe. Tasha gjysmë të zhveshur, atë thuhet i zhveshur. Çfarë konteksti qysh tet nuk po im në detaje. Edhe kur xhamati dikush i ka thonë, "Çau bu, pse?" Na nuk e dim atë. Ky ka diçka. Do thon aç i ka manipuluar, do thon. Masat e gjëra vllazni që janë që nuk i din, shumë shpejt manipulohen. Si dele janë. Për njerë manipulohen. I manipulojnë njerëzit. I manipulojnë ato kokat e mdhaja. Për ata arsye mos harroni. Elitat e mdhaja botërore kanë qef mi nda popullin në dy kategori. Ata mu konë më të meqmit dhe populli mu konë krejt ignorant. Edhe tash populli, kur t'i sheh ata në televizor, kur t'ja nisin me fol ata, me gjuhë letrore, me disa shpreh që ti si mërvesh, është për shemër, qërë më çfarë intelektuali është, e ti kënej menon që një zotë e diçka janë këta, sa njerëz të meqëm, lumna që i kemi këta. Momentin, kur e shojnë që në mesin e popullit po dalin njerë që janë dishëm, që pju të regojnë një valla së shështët, se ti birrajnë popullin, ose i persekutojnë, ose shpifin kundër tyre, ose çdo lloj metode përdoren vetëm e vetëm mi nënshmu. Ajo më të nënshmumit prej disa personave, elitave apo mediave, hoxhallart, njerëzit më të urrejtun apo prej tyre. Pse? Vjen personi bon LGBT, qohet hoxha fol. Vjen personi bon zina, qohet hoxha fol. Vjen personi pin alkool, qohet hoxha fol. Vjen personi e bon një idhull, hoxha është i pari që fol. Çdo sen kush fol, hoxha zbashku me xhamatin. E është normali që ka musulmu hoxha. Edhe pastaj, na herë aja qëllojnë në sulmet e tyre kundrejt hoxhallarëve, po më normal është, se dhe hoxha ka bën. Si ti qysh ka bën edhe unë ka bëj. Unë nuk jam i mbrojtëm prej gabimeve. Ama gabimet që ata i bëjnë, karshi hoxhallarëve dhe na muslimanëve, janë sikur lindja perëndimit dallojnë. Ata shumë më shumë bëjnë gjunat mëdha. Shkojnë i kapin disa gjëra të muslimant, jo e rrej filonin, jo kë ku e diunë në shtëpi pati dhunë familjare, a me po me shku, si që të xhamet, mas shumë të statistikat janë vendet e muslimanve, mëzia ta bëjnë, ama nuk i kallëzojnë ata. E na që ka bëjmë? Në falë shprehje, një gaz me lëshun media ta qesin për njerë. Ata im shefin. Ka vllazni që jenë jashtë e din, ka raste që është një ure posaçme që e bëjnë vetë vrasje. Edhe im shefin mediat, e kanë ndaluar me shtet. E ti këtu që ka bënë? Edhe që s'është i shton, vetëm me marë klikime. Mos u mashtroni prej kësaj gjëje. Pastaj thot, nëse thot, ishte i mbrojtur prej Allahut subhanahu wa taala, shtrohet pyetja, pse atëre pali u mbyt në Rom? A thojë ti i mbrojtëm është prej Allahut? Nëse kishte me qenë i mbrojtëm, çush e mbrojti Allahu Isa alayhis salam? Prej vrasjes, e mbrojti, e ngriti. Jo siç besojnë të krishterët. Sepse ata menduan që e mbytën Isa alayhis salam, e kryqëzuan. Realisht tjetër kush u kon aty? Atyre ju duk, wama qataluhu, wama salabuhu, as nuk e mbytën, e as nuk e gozhduan, po atyre
ju duk që është Isa a.s. Realisht Allah zgjel e ngriti. Kur do ta zbret? Do ta zbret para kiametit, edhe do ta thej kryqin, derrin do ta shkatroj, edhe nuk ka me pranu përveç se fesë islame. Që është Isa a.s. Kur ta shohin Isa a.s. s'kan që me botë të krishterët. Apo? Ditën e gjykimit kur dalin, qysh? Ata vetë kanë me thonë, a ju ka urdhnu Allah mu me adhurua? Me thonë, Zoti një e ti, po shkon pa adhuron njerës, apo pejgamber, po qoftë edhe pejgamber. Pastaj thot, po ashtu Pali i shfaqen mrekullin thojza të ndryshme, a i duke qenë në burg, e ka plën burgun një dridhje nga themelet dhe hapen të gjitha dyert e burgut. Shtu për hap. Pastaj thot, me gjithat ai nuk del nga burgu, bile ndalon rojtarin ta mbys veten, i cili mendoi se të burgosur kanë ikur dhe se do të pasoj dëshkimin ndaj tij, por e fton në krishterizëm. Ka dalë një mos vdes pa pranu krishterizmin. Që unë s'po dal, unë jam me ty. Ki historina tilla që i atribuon krishterizmit, apo edhe fatkeqësisht i marrin të tillët dhe i bëjnë din, i bëjnë fe. Njëta gjë është edhe tek ne. Dervisht, a ki ty li far lloj rrëfime, e kum po në ndër filonin, më ka dal filoni, jo ku e diun, gjitha këto sene i kjo të sufit ton. Nuk o veç të krishterët. Qysh kanë deviju ata, kanë deviju dhe tonët. Se jo rasisht Muhamedi a.s. Qa për thot? Thot umetet e kaluar, e audit dhe krishterë, sa grupe kanë munda? 71-72. E umeti jam një ma shumë. 73. Kullu ha finnar. Gjithë në zjarë. Përveç njonës. Cëna është ajo? Në të që jam unë edhe sahabët e mi. Shokët e mi. Për atë arsye na kuronin sunetin edhe gjenerata e parë e muslimanëve. Po ashtu kemi Pali për herë paraqitet si për ndjekur edhe dishepujt pa ndërprer janë në shërbim të tij për ta shpëtuar, apo normalisht kur përhapti këto gjëra ki më kon pak a shumë i sulmu. Edhe ky shfrytëzon këtë gjë për m'ju thonë tash xhamatit aty veçore se unë jam i sulmum. Përdesë jam i sulmum, unë jam në të vërtetën. Pali dhe hebraizmi tash. Pali, siç tham vllazni, ka qenë jahudi. Disa shkrime thuhet që ndoshta Pali ka pas tendenca më fut tek krishterizmi me dëmtu krishterizmin. Kush e ka bo tek ne vllazni, cili sekte ka bo, a e dini? Që ka qenë jahudi? E dini s'pi kujtohet. Abdullah ibn Sebe që ka thonë, që ka hi, dhe më thonë, brenda muslimanve dhe ka thonë një musliman. A i ka hi për me dëmtu islamin. Allah se ka leju. Ka bo pasus. Edhe qëfar njerë ka fillu, jo Aliu, anek, një desa në fund, që ka pasus të ti, kanë thonë, Zot është. A i jahudi ka qenë. Ka hi mrena, me pranu islamin, edhe na si musliman vllaznia, ki po një i huj kur ta pranon islamin, na jemi njerëz subhanallahu që ju besojmë njerëzve. Kur ta shpreh shahadetin për një o vllai jam, knaqet, zemrat knaqet. Më njëherë, eta që ka ndodhur me këtë Abdullah ibn Seben, i cili është fut brenda rrethit muslimanëve, çka ka bu? E ka përqa një pjesë të caktuar, e ka mbledh xhamatin e vet, edhe ka bu dome sot. E asaj dite shiat që janë kanë luftë me sunnit me neve. Kanë luftë me neve. Dhe kushdo që thret prej xhallarëve nëse dëgjoni, mu bashku me shiat, largojuni prej tij. Ai nuk o tu e ditë fen. Qysh bashkohem unë me një person i cili thot që gruaja e pejgamberit se sa më është zinaçare, hajt kallzot. Qysh bashkohem unë me një njeri i cili thot që ky Kur'an që e keni ju në dorë është i mangët. Ku ta më bashku me të? Bile disa kanë thënë kufri këtyre është edhe më i zi se sa kufri krishterëve dhe jehudëve. Nuk më bashkuna me këta. E disa masë e thonë, jo, jeni kundër shiave se ju jeni me mbretin, me Arabin Saudite. Qa me intereson me më mbreti? Qa me intereson më Arabia Saudite? Para Arabi Saudite shiat jënë konë. Edhe të njëtën fjole kemi thonë, e kanë thonë gjeneratat ma herë. Nesër Arabia Saudite mu që me bo një aleancë, po thomi me shiat edhe me thonë që këta vallat mirë, jo, të partë kemi, prapë kemi me folë kundër shiave. Pak rëndësi ka politika. Së më intereson me politika. Por se ata e kanë dhomin tjetër kund, ata e luftojnë akidën tonë, vllazni, besimin tonë. E që jo akide e sakt, mësot Medine. Mësot e talibët aty, kretë botën, islama dhe jo islame, prej Medines, vinë talibët ta përhapin davetin selefi, dhe ahle sunetit. Qëto është problemi? A se ka gojnën e Selmonit atje, Ibn Selmonit, se ka. Pa e në përmjet Ibn Selmonit,
Do në misulmu hoxhalorët aty që mësajnë. Se cili shtet i ka gabimet e veta, smirë më atë pu. Ama i ka qef me goditë. Ka dalë se kjo është shtet, kjo ti po shkon atje, e ki marrë politikën e ti, për atë arsye ti pishon shijat. Kjo e banalizm është kjo. Kjo është banalizm. Pastaj thot shtrop pyetja. A harroi Pali për kacin e ti hebraike dhe a ishte me të vërtet i sinqert në fenë e ti të re, që ishte me jaudit, pastaj u bë krishter. Mendimet rreth kësaj çështje janë të ndryshme, por kur i lexojmë veprat e apostujve hasim se ai përveç se nuk e harroi për kacin ndaj fesë hebraike, përkundrazi ishte thellësisht i lidhur për të. Ka qenë i lidhur. Edhe ja kanë qit njerëzit fjalët e tij. Thot çfarë? Ai e pohon kur thot. Ata më njohin thot. Qysh atëherë edhe mund të dëshmojnë, po deshen se kam jetuar si faris, sipas sektit më të drejtë të fesë sonë. Dhe tani ndodhen para gjyqit për shpresën e premtimit që u ka bërë Perëndia e tërve tonë. Premtim të cilën 12 fiset tona që i shërbejnë me zell. Se për livdon. Me zell, dit e natë Perëndis shpresojmë ta fitojnë. Për këtë shpresë ombret Agripa, unë jam akuzuar nga judenjët. Ky s'pe tërheq veten nga ajo, apo shifni. Ama çtu shihet edhe ata të cilët kanë thonë dhe e kanë akuzuar Palin si njeriu që ka dashur me prish fenë e Isaut alayhis salam, është pikërisht ky person. Është pikërisht ky person që i ka deviju të krishterët nga feja e Isaut alayhis salam. Pastaj thot, po ashtu teksti tjetër, por duke qenë se judenjët kundërshtonin, u detyrova t'i apelojmë Cezarit, jo se kam ndonjë akuzë kundër kombit tim. Për këtë arsye, pra ju kam thirrur që t'ju shoh dhe t'ju flas, sepse për shpresën e Izraelit jam lidhur me këta hekura. Edhe një çështje vëllazëni, një prej çështjeve që është shumë rrezikshme, kur i shohim për shembull, kur fjalën emrin Izrael e shajnë. Mos e shani fjalën Izrael. Së është pejgamberi i Allahut. Kini kujdes. Kini kujdes sepse bëni kufër. Izraelin e ka marrë ai si emën, e ka marrë. Mirë po, mos e shaj fjalën Izrael. Së është emën i pejgamberit Allahut. Mundesh me i akuzu popullit që është tu jetu aty, ama jo emrin Izrael. Më thonë sepse kjo është çështje rrezikshme, po që është një pejgamber të Allahut edhe pe akuzon, edhe pse ne e dim që qëllimi yt nuk është e pejgamberi. Qëllimi është, edhe për atë arsye na nuk të bëjmë tekfir ty, se e dim se qëllimi nuk e kiti pejgamberi, e kiti ai popull, me akuzu, por se kini kujdes tek fjala, sepse është shumë e rrezikshme. Shihen qartë shprehje se si Pali është i lidhur shpirtërisht me sektin e tij, si farisej, thot po ashtu për 12 fiset hebraike që ekzistonin, që nga Mojsiu dhe po se gjithmonë është i gatshëm të sakrifikoj për shpresën e Izraelit, shihet qartë që ky Pali nuk tërhiqet, përkundrazi i lavdron fenë e të parëve të tij. Dhe është futur në krishterizëm për ta përzier, a ka tendenca të tilla vllaznia dhe me Islamin me bë? Ka. A i keni pa që ka thirrje për unifikim të feve? Apo me bë një tempull krishter jahudi musliman? Për shembull, çtu je me një ndërtesë, me thonë çtu krishterët falen, çtu muslimanët, çtu jehudët. Me bë një fe të re. Kushdo që thret në unifikim të feve, në kësi lloj, ai ka dalë për fesë. Feja Islam është një dhe s'ka nevojna. Po, lekum dinu kum veljedin, ti ki fenë tonë, unë e kojmë fenë time. Qëtu në Prizren, kodin në Prishtinë, në Kosovë, në përgjithësi Shqipnik, a kemi krishterët kombit shqiptar? Po, edhe na sillemi mirë. Mirë, po, unifikim të feve, jo. Shqiptar unë, po, pajtohëm, mirë, po në feja është një. Allahu, na më të mëshirshëm se Allah zgjën nuk mundëm me qenë. Mo quti mi thonë, pejgamberit Allahut, mi thonë satana, shejtan, dhe unë ty me të konsideru unifikim të feve me bo, s'me me të pranuën. Apo mu quti me e shajt, subhanallah, a që shet fjallë të meruse kur ishe nga disa krishter, kur Allah fjallën Allah e shajnë. E qita një video në Facebook, edhe paramëna e ki një Arab krishter, një Sirian krishter, një Jordanes krishter,
Al muhim, do më thonë një person tjetër të kombit tjetër, që flet arabisht. Edhe vjen një shqiptar që është krishter, edhe në prezencë të tij e shon emrin Allah. Ç'është ndihet ai? Ç'është ndihet ai? Ai në Biblën e tij Allah shkruan. Sepse fjala Allah Zot është. E këta të mendu fjallën për ashoj Allahin e muslimanve. Realisht Arabi përdor Allah, edhe nëse është krishter. Na këto se bëjmë. As ndaj pejgamberve tyre, për kundrazi, na bëjmë kufër me bëjmë ja ushojt pejgambert e tyre. Na ma shumë e mbrojnë Isaun e Sem se sa ata vetë, apo. Risit që solli Pali në krishtenim tash. Disa janë të mendimit se Pali i bënte të gjitha këto me qëllim që ta pasuroj krishtenizmin me elemente të lashta pagane. Dhe më thonë mishti paganizëm. Se tash populli vllazni është ndonë dysh. Pagan me romakt edhe të krishterët të cilët çfarë kanë qenë me Isaun a.s. Mbreti Konstantin ka ardhur Pali tash çish mi bashku këto me bo një fin, tamam? Pak të marrim piksoj, ta bëjmë çështje zyrtore edhe popullit bot njësaj. Edhe për atë arsye kanë fut idhujtarizma në fin krishtere. Dhe i shihni si shtash, mranda në kish i shihni që i bëjnë Marien me ato idhujt, apo Jezusin me ato kryqet, me gjitha këto gjëra. Pastaj thot, të cilat dominonin në ato troje për t'u afruar dhe për t'u lehtësuar sa më shumë këtë fe idhujtarve dhe të tjerëve në fe të tjera që jetonin në ato vende, në dëm të besimit të drejtë dhe nga se me këto elemente u devijua besimi kohës së Jezusit, Isaut a.s. Të tjerët mendojnë se Pali nuk ishte i sinqert ndaj krishtenizmit, andaj mundo ta shkatronte bazamentin e tij të besimit. Bukur. Po ashtu, të njëjtën gjë të ngjashëm se ai me qëllime të tilla pati shumë edhe kur erdhi Islami. Pejgamberi sa ka paralemruar që ka me pas pejgamber të rrejshëm, apo Museleme Kedhabi. Çfarë thot? Ishte Abdullah ibn Sebe, siç tham. Thot Abdullah ibn Seluli, krye munafiku i Medinës, apo krye munafiku. Pastaj thot, por në realitet ishin munafik të përdvetuar, mirë po dietarët islam i demaskuan këta shumë shpejt. Pavarësisht se është i sakt mendimi i parë apo i dytë, realitet Pali i ndryshoi krishtenizmin dhe thot rënjësisht cilat janë ato pikat që e devijoi fen e Isaut a.s. Në një vllazni e konsideroi Jezusin bir të Zotit. E boni tha që Jezusi është biri i Zotit, është Zot. Na dje trajtuam për çështjen ku të krishterët çfarë thonë? Thonë që Zoti është një. Që kontradikta, subhanallah. Zoti është një dhe e krijoi këtë gjithësinë. Pastaj në rreshta devijuese thot Jezusi është Zot dhe krijoi edhe ai çdo gjë. Para mëno. E para thot Zoti është një. Pastaj pas disa rreshtave thot Jezusi është Zot, që krijoi edhe ai çdo gjë. Ta shtrohet pyetja. Para se me lind Jezusi, para se me ardh Jezusi, çka krijoi? Kur krijoi? Para dhe pas. Çka krijoi para se me ardh? Çka krijoi pas? As filozofët më të mëdhenj suni binë fije këtij besimi. Qa që ju përzin, qa që ja kanë përzi çështjen e Trinitetit, që as filozofët s'mujnë me marrë vesh. Dhe jo rastësisht, çka kanë thonë? Triniteti është mister. Qysh është ç'është maje? Mos përzi, mos është i kryt shumë se devijan. Bukur. Më së pari devimin e parë çfarë tha? Jezusin bir të Zotit. Madje e konsideroi se ai është vetë Zoti, e që ishin dy elementet e para të Trinisë, të cilat ja hapën rrugën Trinitetit. Këtë duke huazuar nga fetë pagane që dominonin rreth e përqark, se kishte paganizëm. Qysh mja bo pak më të kuptueshme një njeriu i cili adhuron një idhuj, hajde ta bëjmë tash një kryq edhe shko ti luto. Edhe e merr maleta, po. Çto është devijimi? Kjo ishte i parë. I dyti, e hoqi rreth prerjen sunetin. Kanë pas suneti. Krishterët kanë pas suneti. E ka hek. Thot çfarë? Rregull i cili ishte domosdoshme edhe për të krishterët. E para, e boni Zot, e boni biri Zotit. E dyti, e heki sunetin për krishtenizmit. E treta, thot e lejoj ngrënien e mishit derrit dhe pirjen e alkoolit. Edhe ata kanë pas të ndaluar.
Edhe krishterët e kanë pas. Mishin e devës edhe alkoolin e kanë pas çka? Të ndaluar. Ndërsa sot te kungimi, kur e kanë ato uratat e kungimit, çka është kungimi? A i keni pa në për kisha, në për televizione, se s'keni shku në kish, po në për televizione, që vjen prifti edhe merr bukën edhe ju don cop, ju jep. Ose ju jep ven me pi. Ata që s'kanë qenë ders, a di çka është kjo? Kjo është që e merr bukën prifti, e bën ai shërptori priftit bukën, një bukë, edhe pastaj i bën ato uratat të çajë bukë, edhe për një moment, kur t'i bën ato uratat lutjet, që kjo bukë shëndrohet në trupin e Jezusit. Kështu e kanë bindjen. Dhe pastaj çfarë? I marrin copat e bukës, se cilën copë ka një trup i Jezusit është. E ata është paramena gjemoti krishter, po themi gjemoti, kur ta ka bindjen trupi i Jezusit, hyjëm me morë me hongër trupin e Jezusit. Njëta gjo është edhe për venën. I kanë edhe venat. I pinë në kishë. Edhe që të venë, që ka thonë? Kur t'i bëjnë uratat, kur t'a bënë uratën, dhe më thonë, prifti, me njëherë nga urata fjala e priftit, kjo ven shëndrot në gjakun e Jezusit. Hyjëm prap të gjaku e Jezusit me pi, me mbo, dobimu. Njeri ju shëndosh i logjikshëm, nuk ka mundësi me besu këtëre gjërave. Nuk ka mundësi. Thot autori i librit që e ka pranu Islamin i prift, thot paramedo sa kisha janë, sa grimcat bukës janë të shpërndara, në gjdo grimc për shkoj ka trupi i Jezusit. A ka logjik? Për atë arsye, feja islame përveç që është argument, është edhe logjikshme. Edhe logjika është nosh e kap fejnë islame. Në kundërshtim me fejt e tjera, që nuk e kap logjika besimin e tëre. Pik tjetër, si shtame, leje ngrënien e mishit, të derë dhe pilën e alkoolit, me që edhe këto ishin të ndaluara në ligjin e Mojsiut, të cilin duhet të pasonin edhe të krishterët. Dhe më thonë, na e din vllaznin, krishtenizëm në Bibël është dhjata e vjetër, dhjata e re. Dhjata e vjetër është ligj i Mojsiut, Musaut a.s. Kur ka ardhur Isa a.s., ka ardhur dhjata e re për me plotsu dhjatën e vjetër, jo me anulu. Dërsa të krishterët e sotshëm e anulojnë ato më herët. Po mirë, nëse ti e anulon ato më herët, ku i ki dispozitat e martesës në dhjatën e vjetër, në detaje që shikin në dhjatën e re, që shikin në dhjatën e vjetër, nuk i ki. Atër ti du të më këthyt e dhjata e vjetër, për mi trajtu, ose me shpik vetë dispozita. Nërsa në Kur'an dhe në Sunet, kemi çdo detaj. Çdo detaj kemi në Kur'an, subhanallah. Pastaj thot, 3 ditë pasi vdiq, si pas tyre, apo Jezusi, që s'ka vdik, u ringjall Jezusi dhe qëndroi ndër të gjallët me apostujt e tij dhe 40 ditë e tjera dhe në fund u ngrit në qiell. Domethënë e mbytën, u varros, u ringjall, shkoi te Allahu pran Atit në anën e djathtë të Atit. Kështu e kanë bindjen të krishterët. Dhe jo rastësisht kanë thonë ata të mençurit, një njeri që është i mençur dhe logjikën e shnosh, e shfrytëzon, e shtin trurin lëvizje, momentin kur futet detajisht me studiu Biblën, dhjatën e vjetër dhe të re, nuk ka mundësi, nëse është i sinqert, përveç se ka me pranu Islamin. S'ka mundësi ndryshe. S'ka. Se injilit në mesveti kanë kontradikta. Dhe ajo periudha e gjatë mes Isaut a.s. dhe këtyre që e kanë shkrujt, ka pas shkëputje, dhe këta kanë fut, është fut faktori njeri. Për atë arsye nuk ka mundësi përveç se a i shikni. A ka hoxhallar që e pranojnë krishterizmin? S'ka. E priftin, a ka që e pranojnë Islamin? Po, qëtu është. Qëtu është esenca. Nuk mund është me gjithë një hoqë. Mund është me gjithë një hoqë që s'është i sinqerta, apo që ka dal feja i qysh më herët edhe i shfrytëzon rastin. Ama hoqë me nëm, me thonë e kum kuptu Kur'anin dhe me pranu krishterizmin, mu po prift, nuk më shme gjithë. Për kundrazi prifrim plot ki që e kanë pranu Islamin, edhe jënë bo thirë sa bile. Pse? Sepse logjika është nosh.
i sinqert njeriu. Dhe e pranon me lejen Allah subhanahu wa taala, dhe këto na ka potencuar Allahu në Kur'an, ka priftrini që natën e lexojnë Kur'anin dhe çajnë. Po për shkak të rrethonave të vendit, duhet me lënë shumë pozita. Para më not gjithaj vend, gjithaj opozit, gjitha ata njerëz i kop, gjitha të pozit të madhe e ka dhe me dalë, mu që me thonë, unë e kom pranu islamin, kjo i burri lëk dhët me pas. Se krit qonë kundër teje. Përveç të sinqertit, dhe të tillë, çfarë bën disa në vendet evropiane, për shembull që janë demokratike, ligjet i kanë asisoj që zguxojnë kur çdo po, se ligji u alejon. Në vendet që janë pak më diktatoriale apo ku e diune që është pak më vështirë, ata ikin prej vendit vet. Edhe shkojnë në vendet e muslimanëve. Ishin në Maroko, shkojnë apo në Saudi apo dikon, edhe do të thotë mësojnë për fe edhe për hapin fe nëpërmjet internetit, apo po ashtu thot, Jezusi ka ardhur për t'i shlyer mëkatet e njerëzve, sidomos atë që shkaktoi Adami, duke ngrënë nga pema e ndaluar, edhe kjo është shpifje. Pas të gjitha këtyre risive, bidateve dhe të tjerave, vallë, kush ishin shokët dhe dishepujt e Jezusit? Pse ata nuk reaguan ndaj këtyre gjërave? Po, disa pastaj kanë reagu, siç tham. Njëherë e pritën palin, pastaj u çun kundër palit. Po në përgjithësi, pse ju nuk po reagoni për çdo bidate që i keni shpik? Na jemi prej thirrsave që më ashpër flasim kundër bidatit. Po. Një person nëse qohet, një hoqë, nëse bën një bidat, na të partë jemi që flasim. Ju pse s'po flisni? Për kundrazi, nëse ata qohen dikush, flet kundër Vatikanit, këta jënë gjendje me i ekzekutu. Qysh kanë bo me Martin Lutherin protestant që i kanë vra, me miliona që kanë vdik, që i kanë hinë me zveti. Pse s'kanë pranu, përveç papës Vatikanit, nuk kanë pranu hierarki tjetër, apo nuk kanë pranu, dhe më thonë, dikush tjetër me thonë që gabim e kiti. Po me besu dogmë hesapi, apo me besu po, por se me argument. Nëse ki argumentin, jemi në rregull. Nëse se ki, atëherë normalisht që është devim. Si shihet ata reaguan, por aq shumë u dobësuan sa që zëri i tyre nuk ndihej, se mori hovë, mori me të madhe, mori dhenë pali, tankon, pastaj u përhap feja ati, dishepujt reaguan dhe i shpallën luftë hapur palit, duke kritikuar, duke pat qëndrim të kundër ndaj mendimit të tij, madje vetë Barnaba, i cili në fillim e kishte përkrahur palin. Barnaba, vllazni, keni dëgjuar ndoshta ungjilli sipas Barnabas. Një shekull para ardhjes Muhamedit alayhi salatu wassalam është shkruajt Barnabaja. Injilli që është Gjoni, Mateu këto, e është shkruajt që ky Barnabaj, ungjilli sipas Barnabas. E aty potencohet për ardhjen e Muhamedit alayhi salatu wassalam në mënyrë decisive, kallzon, tamam. Para ardhjes Muhamedit alayhi salam. Ai se ka po Muhamedin alayhi salatu wassalam. Edhe e ka shkruajt. I ka mbledh fjalët e Jezusit, apo edhe e ka shkruajt. Qysh e kanë shkruajt të tjerët? Janë qut krishterët i kanë thonë, ky injil është apokrif, është i shpikur. Nuk e pranojmë na këtë injil. Pse se ja kanë nxjerr ato fjalë të Jezusit apo të Allahut, disa prej fjalëve që ka marrë Isa alayhis salam. Muhamedi alayhis salam. Ka marrë Muhamedi alayhis salam, ndërhyn herë çështu se po përzidh ku pishon video mastej kum gabu. Muhamedi alayhis salam ka marrë. Edhe çfarë sot nuk e pranojnë të krishterët injilin sipas Barnabas. E që ky Barnabaja u çu edhe ka fol kundër palit. Që ti jetu e kundërshtu Biblën, jetu e kundërshtu injilin. Pastaj thot madje konsideron devimin e palit si shkak i shkrimit të ungjillit të tij, duke thënë shumica, çfarë fjale? Shumica, thot Barnaba, duke u mashtruar nga satanat krishterët i thënë shejtanit. Thot nën pretekstin e besimit i predikojnë dogmat më të pafe. Pi drejtohet, më të pafe, ridde, duke quajtur Jezusin për bir të Zotit, a vëshe? Çfarë fjalë të madhe po thot? Për atë arsye se pranojnë këta. Thot, duke hequr dorë prej synetis, rreth prerjes, të cilën Zoti e ka urdhëruar përgjithmonë, dhe duke lejuar çdo mish të papastër, në mesin e cilëve pali po ashtu është i mashtruar.
për çdo flas jo pa keqardhje, nga ky shkak unë shkruaj atë të vërtet, të cilën e kam parë dhe dëgjuar përmes lidhjes të cilën e kam parë me Jezusin. E kam pasur me Jezusin. Se e ka pa. E ka vrejtë se çfarë devimi për atë arsye ka shkrujt. Pra mund të ketë pasur edhe shkrimet të tjera të shumta, të cilat ka qenë kundër Palit, por që janë shkatruar nga kisha zyrtare, që nuk janë pranuar siç nuk u pranua Ungjilli Barnabas, se ja kanë nxjerrë palarat në shesh. Pastaj thot çfarë? Këto kundërshtime nga dishepujt kanë qenë aq të shumta sa që e gjejmë Palin duke u ankuar në letrat e tij për mos dëgjim të dishepujve dhe kundërshtimin e tyre ndaj mendimeve kur u dërgonte shokëve të tij si letra e dytë, çfarë thot Timoteut, thot ti e di se të gjithë ata që janë në Azi më kthyen krahët dhe midis tyre Figeli dhe Hermogeni. Pastaj i sulmon kundërshtarët e kështu me radhë, domethënë në përgjithësi do thot problemet linden mes personave që besuan hak Isa alayhis salam, e besuan hak Allahun azza wa jall, nuk i bën shok Allahut azza wa jall, dhe filloi lufta mes këtyre besimtarëve të sinqert Isa alayhis salam dhe Palit. Po Pali veç e kishte përhapur krypuna ma, sa dush ti fol. Ata kishin përhapur veç besimin. Këto ishin një prezantim i shkurtër i parimeve të cilët solli Pali dhe të cilat nuk i pranon të gjithë njerëzit, e veçanërisht hebreu krishterët. Në nga këto qëndrime dhe pikpamje të Palit lindën shumë përçarje që përrjedhoi shumë fraksione, disa u zhdukën me kalimin e kohës, e disa të tjerë vazhduan të ekzistojnë deri në takimin e radhës me librat e shenjtë në krishterizëm. Domethënë do t'i trajtojmë ato dhjatën e re, do ta trajtojmë Ungjillin sipas Mateut, Markut e kështu me radhë. Subhaneke Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërblet.